Për ju, Spiropali e ka mbyllur karrierën, po Balluku e ka mbyllur dosjen apo i shpëtoi një masë më të fortë? Apo ndoshta mund kemi ndonjë surprizë? Tash unë jam në një pozicion shumë vështirë se të flas për sistemin e drejtësisë, i thon 42 vite eksperiencë, thjesht dhe mund, me të mirat dhe me të këqijat e mia, me uljet dhe ngritjet e mia, që kam dhënë kontribut në jurisprudencën shqiptare. Drejtësia sot, po e shohim, është në ditën më zezë saj. Menduam që do ketë një drejtësi të re, një drejtësi që shqiptar do marrin drejtësi, por jo ndodhi kundërta. Çdo ditë shkolla e magjistraturës po përmendet nga mediat që po dërgojnë student, ish gjyqtar dhe ish prokuror dhe ish deputet, të cilët pa merit po marrin nota dhe po marrin të drejtën e studimit magjistraturës. Shkolla 2 vjeçare e ish partisë punës e hap në Laprak para viteve 90, që po të përoj shkollën 2 vjeçare të partisë të institutit marksist-leninist në Laprak, shkoje deri në sekretar komitet, sekretar i parë, kryetar komitetit ekzekutiv, deri në kryetar kopadive apo sekretar byroje, apo sekretar i komitetit partisë. Edhe shkolla magjistraturës është barës me i shkollën 2 vjeçare të partisë punës. Asnjë vlerë tjetër nuk ka. Nëse nesër një prokuror ose një gjyqtar që del nga shkolla magjistraturës dhe 7 apo 28 pa më thuaj se parafsie dhe mundësie mund të ketë që të vihet përballë një avukati i cili ka një eksperiencë për 20-25 vite apo 30 vite fushën e jurisprudencës. Pra do jetë një diferencë shumë e largë midis pozicionit gjyqtarit dhe pozicionit avokatit. Pra, avokat, në këtë rast për zonjën Balluku, për ta thënë më thjesht e më troç, mund kemi një rikthim apo ja hodhi paq? Jo, zonja Balluku ka rrugë gjatë. Nëse ajo u pengua për të mos u ekzekutuar vendimi i strukturës posaçme, nuk ju miratu kërkesa për heqje mandati dhe për të marrë një masë tjetër sigurimi, të siguroj se së shpejti struktura posaçme do të mbledh fakte dhe prova për cilën është në një rrugë shumë të gjatë, të rrugë pa kthim. Siç e dëgjojmë nga mediat, një nga prokuror, nëse s'gaboj drejtuesi i strukturës posaçme, i përmbledhi dhe duke caktuar pathuajse një masë dënimi rreth 35 vitesh, nëse s'gaboj. Pra, se drejtuesi i strukturës posaçme ka bërë një deklaratë publike të tillë, ajo do ketë shumë rrugë gjatë. Por është edhe një problem që shumë veta nuk e dinë. Mund të hetohesh në gjendje të lirë, 1 vit, 2 vite, 3 vite, por dhe mund të arrestohesh. Kemi rastin e zotit Tahiri. U hetua në rreshpije, u hetua në lirë, në shkallë të parë, u hetua dhe në apel po në gjendje të lirë, dhe u arrestuan sa gjyqit. Kështu që këtë fat mund ta kenë edhe shumë veta të tjerë, të cilët po hetohen nga struktura e posaçme. Ose kemi rastin e Fatmir Mediut. Ai po hetohet për 2 akuza shumë të rënda. Nesër nëse gjykata e shkallës parë e konfirmon fajtor, dhe gjykata e apelit e konfirmon fajtor, arrestohet në sallë gjyqit. Pra, askush duhet t'i gëzohet që po hetohet gjendje të lirë. Kjo mbaret, hetimi në gjendje të lirë dhe hetimi në mas arresti është në varësi të provave që organi i akuzës mbledh. Ju tha që Balluku ka rrugë gjatë për të bërë avokat, po Velia i Sotor Vendrenika tha që do ta bënte ai burgun për të. Ja shkurtoi rrugën e gjatë. Do thënë vërtet, avokat, a mundet që personazhet, pra artistët e tjerë të marrin pjesë në një sallë gjyqi, pra mundet kishte vepruar edhe ndryshe gjykata, plus kësaj edhe transmetimi live. Duhet jemi shumë i sinqertë që grupi i